Përshëndetje dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin tim. U bë shumë kohë që unë hap kamerën, bisedoj, filmoj, por nuk i editoj. Dhe shpresoj që kësaj radhe ta çoj deri në fund vlogun dhe ta editoj. S'po e heq dot këtë. Do bëj një kafe të ftohtë, në mëngjesin e hëngra. Okej. U bëra pis. Do bëj një kafe të ftohtë. Dhe do vazhdoj me ditën. Nuk e di nëse kam treguar, por kemi marrë një aparat të ri të kafes. Halo Dara. Dhe kam të gotën, është shumë e mirë, e cila më ka qelluar nga shenjë, kam porositur dhe ma dha falas. Më të bëm matcha. Jo, do bëjmë kafe, jo matcha. Dhe është shumë e mirë. Si keni qenë? Shpresoj që për ju ditët të kenë qenë të mira, të bukura, të lehta. Bite! Por çfarë bite me mami? Mami, jo se nuk e bën dot, më lësho pak, më lësho. Mami, ama? Tu? Ma këtu? Jo, qumshin. I dhe kafen. Bëjt kujdes. Se nxinxit. Kafe. A kafe? Na bëftë mirë kafja. Më të kafe ju, ma. E që kafe? Hej, tani mund të flas pak më qetë, për arsye sepse e bëra kafen dhe siç e pa Dara ishte me mua. Si jeni? Shpresoj të jeni mirë. Këti nga ne është koha e mirë, por dhe e keqe. Mami! Për faktin sepse tani bie i gjithë poleni. Po mami, hajde mami. Për arsye sepse tani bie i gjithë poleni i luleve, bimve, dhe më thënë pemve, dhe në balkon është merë. Jemi mirë, normal që kemi ato ulljet ngritjet tonat, nervi, çdo gjë, Dara ka pasur grip, shëndet, Dara ka pasur grip, realisht ka qenë një grip shumë i keq, për arsye sepse ka qenë 4 ditë me temperaturë, unë me kursin, dhe më thënë kanë qenë gjëra intensive, dhe në momenti që unë hapja kamerën për të filmuar, filmoja dhe kur vinte pjesa e editimit nuk kisha nerva fare. Unë sot ditën, duke qenë se është ditë unë e po e vazhdoj me një kafe të ftohtë, në fakt harrova të bëj të vendos të dhënat, sepse unë jam në kalori deficit. Provova shumë mënyra, por nuk mund të them nuk funksionuan, por e shikoja që nuk diesha rehat me dietat, me gjëra të tjera, dhe mendova se thash le t'i jap një shans kalori deficit. Nëse unë nuk arrit të kontrolloj ushqimin, është e kohë që unë të bëj gjëra të tjera. Dhe u bë një javë gjysmë 2 javë, kam rënë pesh. E shikoj tek rrobat, të them të drejtën, sepse matje me peshore nuk bëj. Dara, kujdes mami, të lutem. Dhe po, më ka ndihmuar të zgjedh ushqimet, më ka ndihmuar budalliqet që Mami, kafet thot. I kam pas ngrënë, mos i konsumoj më, i kam pas ngrënë ose i kam pas pirë. Najn, kafen ti? Najn? Mos mu mërzit mua.
që kjo më zhitet, moj, po nuk i bën mirë kaçi. Edhe aplikacioni, të them të drejtën, para se unë të zbuloj aplikacionin shqiptar që është Nutrio, është aplikacioni Yazdio, nuk e di nëse po e them sakt. Dhe ti, nuk e di nëse shikohet. Okej, ta hiqte. Ti vendos këtu mëngjesin, drekën, darkën, pak snack dhe gjërat e tjera. Dhe unë e kam 1400 kalori, 1500 llogaritë ajo që ti do jesh minus plus. Kaq, sot plani jon është që ne do dalim, do shkoj tek Marketi, do më duhet të marr kafe pluhur, sepse aty e zjedh edhe e bluan. Do më duhet të marr... Mami. Po, mama? Mami? Edo, kush është Balena? Atëherë ne filluam orarin. Okej, do shifemi, do i kemi planin ton si që është fundjavë, do shkojmë, do shikojmë disa gjëra, do shkoj pak dhe tek të përdorurat të tregojmë sinqert, sepse më duhet të shoh për një kohë tukë. Dhe fakti që unë po nuk po shikoj të ri është sepse nuk dua të nxitoj në blerjen e gjërave, dhe ndonjëherë këtë të përdorurat gjen gjëra më të mira se sa tek të reja. Dhe po, tek Marketi mos harroj të marr sepse dua të nxjerr bojën e parë që unë e kam lyer tavolinën. Është drusade, ma ka dhënë shoqja ime që ajo e ka pas dhe nuk ton të ta merrte kur është shpërngul, e kam unë tani. Në lyvat bardh, do me thënë, nuk e di se çfarë mund desh, dhe tani do më duhet t'ja heq dhe ta lej në ngjyrën e vet. Ndërkohë po shikoj edhe vlog pak. Po, ne do shifemi, do lexojmë kashtege? Okej. Shifemi. Ishim në dyqan, tani kemi ardhur në shtëpi dhe tham le t'ju tregojmë se çfarë kemi bler. Ndërkohë që këtu është lista për supermarket, tani isha vetëm tek Turku dhe Marketi. Do vish, mami? Dhe i tregojmë ushqimet? Hajde. Mora një kek që ta bëj nesër dhe më duhet të shënoj gjërat që më duhen t'i shtoj shtesë. Kush? Pish, mori gjersi nga këto dy patetina, të cilën i marrim rrallë, se tek Marketi i kem ekstrem shumë rrallë. Po, mami. Mora këto, të cilat janë dhe ceco, duhet të pyes motrën si makarona italiane të cilat i bën të mbushura, do mos harroj të marr mishin e grirë. Ka marrë oriz të madh, isha ke Turku, te Turku i Lagjës. Më kujton Shqipërinë. Mora këtë për arsye sepse pakut e vogla janë 4 euro. Kjo është 14 euro dhe ka 5 kg, kështu që del doj diku më mirë se sa me tjetrën. Mora këtë për fshesën time me tel, kam një me bateri, por nuk është si i thith aq mirë, të them realitetin, dhe mora filtra. Ka marrë tjetër, po i tregoj sepse janë përzier. Mora këtë kafen, duke qenë se tani e kemi aparatin me pluhur dhe e pac, majdanos. Mora japrak, do me thënë gjethe rushi, mora një patos, mora një baget, mora këto ushqime janë për një javë. Morëm çokolata, mori gersi, se i merr në punë. Unë mora këtë që e pëlqej të mikës me rush dhe lajthi. Që shkuar mendja dhe pse e di që nuk do e ha. Që do i dhëm bëtorinat. Mora këtë, ka marrë 2. Shpresoj të më pëlqej, se t'i çoj pastaj. Ka marrë këtë pijen me frut pasioni dhe dragon, me frut dragoi, që bëhet me qumësh kokosi. Është një pije e Starbuckut, ka dalë
në internet është bërë virale dhe thash ta provoj, vetëm kujto që të shkojmë ke teti dhe të marrë kallama se s'kam. Këtë mora qumësh me shije kokosi, bëhet me qumësh kokosi, mora fasoletat e famshme të lagura për shtëpin, mora këtë salçiçet, i pëlqen shumë që mund t'i bësh dhe hot dog. Mora erës për patatet, si kur i skuq edhe kur bën gjërat e tjera. Mora një sot buke, do më duhet të marrë dhe një se shte se do i bëj diçka dreharës. Do marrë dhe një sot tjetër se e di që do ndali. Mora 2 kg mish dhe një tutko dhe një cincin. Tani, do vendosë në përbejnë, do ndaj mishin, do bëj drekën. Se që do bëj për drek nuk e di. Paskerit mirë. Hej, nga dita tjetër, unë jam bërë gati. Jam veshur, thjesht tani do lyhem pak dhe dhe do lyhem kuptimin thjesht do vendos pak concealer edhe do dal me dearën. Vendosa kremin e diellit dhe nuk e di pse ky krem i diellit më nxjerr pak të bardhë. Është i Cetafilit. Po, Cetafil. Dhe duket pak dhe në kamerë. Tani, unë do ikim tek lodrat dhe shpresoj që koha të më mbaj, për arsye sepse fshifa vendin që ku të vita kem të fshirë, kuzhinën e kam lëmë pak rrumuj, kuptimin se i bërë edhe bukën gersit. Darës do i marrë me vete një moll, i kam pjekur të brice, dhe kaq. Unë jam gati, mora kapsen e vete për arsye sepse është sigur që do i kap flokët. Shpresoj dhe njëherë mos na bjerë i shi. Koha le të na mbaj. Kështu që do marrim çantën. Do marr këtë. Do ikim, mami? Lara, do ikim? Duhet mos harroj të marr edhe mbeturinat. Oh my god. Çe ke? Oh my god. Çe ke? Mami, oh my god. U lodhe? Është gati. Brice dhe moll. Të vendosim këtu. Mujti im. Uj darës dhe let's go. Hej, ne jemi në shtëpi, tani jam ullur, ka kaluar në fakt goxha kohë që kemi ardhur pak. Darën sot nuk do nxirrja për arsye sepse normalisht po flasim nga dita tjetër. Jashtë është bërë një kohë e tmerrshme. Dhe jashtë është bërë një kohë e tmerrshme dhe unë mendova të bëj thonjt, duke qenë se kam qef dhe i bëj her pas here që praktikoj sepse harroj. Dhe koha është kjo. Unë do bëj një sekond. Koha është shumë keq, më lejoni t'ua tregoj jashtë se sa keq është koha, para se unë të vazhdoj të bëj thonjt. Këtej ndërkohë që vazhdon pak kohë e mirë. Po, mami, shumë shi. Unë kam ndezur dritën, prandaj duket pak kështu si dritë e bukur. Tani ne do vazhdojmë të bëjmë thonjt, që do thotë neve na duhen mjetet e thonjt që janë. Do marr këtë për pastrimin e kutikulave.
Oh my god. Kam dëshirë të bëj këtë me French pak në Leila, le të themi, nuk e di nëse unë këtë ngjyrë nuk e kam, por do e kryej vetë, shkruaj këtu. Po, mami. Në fakt, edhe kjo forma është e bukur. Ovale, balerin. Kjo, nuk e di, të shikojmë se këtë bëj. Dhe Deara, që po thoja, e bëri vaksinën në të dyja krahët. Ka dhe një tjetër mbas 4 javësh dhe e mbyllim për këtë vit dhe pastaj vitin tjetër. Ndërkohë që këtu në zonën e Bavarisë, kështu siç ka dalë edhe lajmërimi, që është bërë shumë keq për sa i përket rriqnave, e thënë në gjuhën shqip, mos gaboj. Bishi. Ma bishi më ka shumë? Shumë. Edhe erë. Ma bishi Po bie shumë shi. Ne jemi në katë të tretë dhe ndjehet ekstrem shumë fakt. Dhe që po thoja, është bërë problem, letimi është si ti bubrici, si ti pleshti, unë nuk e kam parë ndonjëherë pleshtin, po nga ajo që kam kërkuar në internet realisht një informacion më i detajuar për rriqnat. Dhe po, vaksinimi i rriqnave e ka bërë Deara, por ky ishte vaksinimi i moshës 3 vjeç. Po këto kush i nxorri? Këto janë thonjtë e mi, shëndet. Këto janë thonjtë e mi. Dhe le t'i bëjmë të bukur. Do vazhdojmë me pastrimin e kutikulave, do t'i lëmojmë, do ngjisim tipsin, do limojmë tipsin dhe unë mendoj se thonjtë e mi do t'i tregoj në Hej, unë edhe thonjtë t'i bëra, kështu që mendoj se ka ardhur koha që unë vlogun për ditën e sotme ta mbyll dhe them se do të shihemi së bashku në një vlog tjetër dhe këto janë rrobat që duhen palosur, dikush të më thot ta bëj. Po, ne do shihemi në një vlog tjetër së bashku me gjëra më të bukura. Ju, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Shihemi, bye bye!